e prisja në fakt atë krahasim mes akademive, po se cila akademi ka takatin edhe detyrat e veta. Kur nuk shkëlqejmë në universitete, shkëlqejmë në akademi, dhe jo në një, por në disa. E mbani mend besoj kur vendosëm që barit t'i kthenin në akademik. Ne dim që dektoria ka një rënje, sepse është vështirë. Nuk duan njerëzit që shkojnë nal të jenë bari. Është vështirë. Çfarë do bëjmë ne që ta ruajmë? Do incentivojmë të rinj, do shkojmë t'i gjejmë, do bëjmë një akademi për ta. Por përveç akademisë së barinjve, së fundmi kemi edhe akademinë e diplomatëve. Sot akademia diplomatike nuk është në nivelin që i duhet shërbimit jashtëm dhe Ministrisë për Evropën dhe Punë të Jashtme, se është një sektor periferik në ministri që nuk ka absolutisht asnjë rol të qëndësishëm. Duket se opozita nuk ndan të njëjtin qëndrim me ministren. Dhe kjo akademia juaj, a do hyjë dhe kjo akademia e barimit, pra do të hapi eksperiencën këto që kanë propozuar dhe akademinë e barimit, sepse edhe kjo kështu ka qenë për në Europë. Edhe pse më shumë se akademi, e cila është një fjalë e madhe, këto nisma qeveritare janë më tepër trajnime në periudha të shkurtra, por që emri i tingëllon shumë i bujshëm. Kujtojmë që një tjetër akademi ishte ajo e qeverisjes vendore, një nismë e krijuar në korrik të 2025-s që kishte në fokus trajnimin e personelit të bashkive. Ndërsa në 2020-ën ajo që u pagzua si Akademia e Kodimit u prezantua si e ardhmja teknologjike tek Akshi, duket se ishte më shumë një akademi për dosjet e spakut se sa për kodimin. Akademia e Kodimit nga Protik është një ngjarje e shumë pritur për Shqipërinë. Duke qenë se koha ka dëshmuar se akademit për barinj, për kryetar bashkie, për kodues e së fundmi për diplomat nuk kanë prodhuar më shumë se sa bujën e fjalës akademi. Natyrisht trajnimet janë të nevojshme, por është e pakuptueshme pse trajnimet duhet të konsiderohen akademi. Në mbyllje nuk na mbetet gjë tjetër veç se të jemi në pritje të akademisë së radhës, e cila mund të jetë fare mirë Akademia e Akademive.